Qendra për punë sociale në Leposaviç ka filluar pranimin e klientëve sot në Rudnicë, ku çdo ditë nga ora 8 deri në 14 në sportelin e komunës së Leposaviçit qytetarët do të mund të paraqesin kërkesa dhe të marrin informacione për të drejtat dhe shërbimet në fushën e mbrojtjes sociale. Qendra është këtu për të ofruar mbështetjen për qytetarët më të rrezikuar, familjet në krizë dhe për të gjithë ata në rrethana të vështira sociale që jetojnë, theksojnë nga qendra. Autoritetet në Prishtinë së fundi kanë mbyllur qendrat e punës sociale në 4 komuna në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota në 22 komuna në zgjedhjet e shkurtit. Ai në Facebook ka bërë të ditur se në postimin paraprak është bërë gabim dhe se nuk janë përfshirë votat e diasporës, votat e kushtëzuara, votat e personave me nevoja të veçanta dhe se vetëvendosje ka fituar më së shumti vota edhe në komunën e Klinës. Ekonomisti Shenol Muharremi lidhur me atë deklaratë tha se fokusi i kryeministit duhet të jetë te problemet e qytetarëve. Muharremi i tha Kurtit që të harrojë interesat personale dhe të fokusohet në zgjidhjen e problemit të rritjes së energjisë elektrike. Çfarë rëndësie ka sa komuna fiton kur fut kokën në ndhej dhe nuk thot asnjë fjalë për hallet e njerëzve, tha Muharremi. Arton Demhase nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka akuzuar vetëvendosjen se qëllimisht ka vonuar formimin e institucioneve të reja pas zgjedhje me synim që përmbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në vjesht. Demhase thekson se qeveria aktuale po shfrytëzon situatën për të vazhduar deri atëherë të qeverisë dhe të emërojë zyrtar politik. Ai beson se ka më shumë gjasa që partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës të formojnë qeverinë se sa të bëjë lëvizja vetëvendosje e cila sipas tij nuk ka shumicën parlamentare. Marko Mishkelin, bashkëpunëtor në Qendrën për Stabilitet Social në Novi Sad, tha se me mantrën e një lufte të mundshme kryeministi i Kosovës Albin Kurti ruajti vlerësimin e tij dhe fitoi votues të ri, por se në retorikën e tij e largoi investitorët ekzistues dhe potencial të ardhshëm nga Kosova. Eksperti ekonomist nga Prishtina Mustaf Kadria i thot se pretendimet për kresnim dhe konfliktet e mundshme janë deklarata populiste që i kanë shkaktuar dëme të mëdha ekonomisë së Kosovës. Këto pretendime nuk kanë qenë asnjëherë të qëndrueshme sepse Kosova në asnjë rrethon nuk është të kërcënuar nga asnjë shtet sepse mbrohet nga forcat ndërkombëtare përkatësisht nga KFOR-i, tha Kadriaj. Analisti ekonomik Sasha Gjogović vlerësoi se rritja vazhdueshme e tensioneve nuk është e mirë për investime sepse kapitali është malli më i frikshëm. Për këtë arsye Kosova ishte në fund të listës së investimeve të huaja direkte në Ballkanin Perëndimor vitin e kaluar, tha Gjogović. Ish ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Avni Spahiu ka deklaruar se në kohën kur është më e nevojshme Kosovës i mungon lobimi në Kongres. Ai kështu kritikoi sipas fjalëve të tij mungesën e angazhimit të vërtetë të Kosovës ndaj lobimit ndërkombëtar, veçanërisht në Washington, duke kujtuar se periudha më njëherë pas shpalljes së pavarësisë u karakterizua nga një mbështetje e fortë nga Departamenti i Shtetit, Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi Amerikan. Ish diplomati theksoi se angazhimi tani është më i rëndësishëm se kurrë, veçanërisht në dritën e ndryshimeve gjeopolitike. Analisti ushtarak Selim Ibrahimi nuk pret që Maqedonia Veriut me qeverinë e saj aktuale t'i bashkohet Aleancës Ushtarake të Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Siç tha ai, integrimi i Bullgarisë në lojtar historikisht i rëndësishëm rajonal mund të kundërpeshojë ndikimin e Serbisë. Profesori i kriminalistikës Fatmir Çollaku pretendon se përveç Maqedonisë së Veriut në paktin ushtarak mund t'i bashkohet edhe Bullgaria dhe Turqia, e ashtu se gjithë kjo po bëhet pas kërkesës së presidentit amerikan Trump që Europa të forcohet ushtarakisht.
Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dje në ditën e Bajramit të Ramazanit janë lëshuar 784 tiketa në komunikacion njofton Klan Kosova. Siç thuhet, janë regjistruar 51 aksidente trafiku me 1 të vdekur dhe 23 të lënduar, si dhe 27 dëme materiale. Policia shton se 4 persona janë arrestuar dhe 3 të tjerë ndaluar. Moti në Serbi nesër në pjesën më të madhe të ditës do të jetë me vranësira, ndërsa pasdite pritet reshje të kopaskoshme vende me reshje lokale shiu dhe stuhi, ndërsa në malet më të larta pritet borë do të fryere dobe dhe mesatare, her pas here fort në verit e Vojvodinës dhe në zonat malore nga drejtimi verior. Temperatura mëngjesi do të jetë nga 5 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore prej 14 deri në 18 gradë Celsius.